Ndërsa banorët ishin ulur në living duke lexuar mesazhet nga Big Love, Gjesti është çuar dhe ka vendosur që të lërë shtëpinë. Një vendim i tillë i ka tronditur banorët, të cilët janë munduar ta bëjnë të ndryshojnë mendje, e veçanërisht Egli, e cila ka shpërthyer në lot dhe i ka thënë se do të largohet bashkë me të. Gjesti ka këmbgulur se ajo duhet të vazhdojë lojën dhe u ka kërkuar banorëve që ta përshëndesin. Shumë prej tyre janë munduar ta bëjnë të ndryshojnë mendjen, por Gjesti ka qenë i vendosur për vendimin e tij. Madje Gjesti u ka uruar fitoren Laertit dhe Rozanës, e cila është përlotur dhe nuk e ka pritur mirë ikjen e tij. Por në fakt e gjithë kjo ka qenë një lojë që Gjesti ka vendosur të bëjë banorëve, duke i bërë të besojnë se ai do largohet vërtet. Pasi kishte studiuar vendin se ku do të fshihej, Gjesti dërgon Eglin të thotë që po largohet dhe fshihet në dollap. Kur banorët nuk e kanë parë, kanë besuar se është larguar vërtet.